jam me recetën tonë të parë, me gatimin e parë për sa i takon ditës së sotme. Sërish kemi prodhime deti, ja të shohim tani se si do t'i organizojmë produktet e tjera, taljera e verdhë, pa taljera blu. Pa tjetër që në fund fare, kërkojnë një spërkatje me lëng limoni. Me limonin e kemi këtu dhe e shohim më pas. I largoj, mbarova nga këto të tjerat. Një gatim, faktikisht, ta quaj risotto nuk quhet risotto. Ta quaj pilaf, me fruta deti, me orizi, me perime, kjo është më e sakta. Të them, paella është më e sigurta. Po le të ngelemi tek oriz, pilaf me fruta deti dhe perime. Çem perimet. Mund të shtojmë misre, mund të shtojmë bishtajat. Çfarë mjafton që të jetë e ngrirë. Dhe ne kur kemi bërë ato zajrete dhe mirëmbajtjen e perimeve, normalisht kemi këto që kemi vendosur në frigorifer. Misri i shkon jashmase, bizelja i shkon, patjetër që i shkon. I shkon dhe i vjen edhe bishtaja. Ju, nëse e keni mix atë qese, mund ta përdorni. Por, përpara qesës që them unë që keni mix, mund të vendosni një tigan me yndyrë, duke shtuar përbërësit e tjerë avash. Do të shtoj qep dhe thelpi hudra. 3 thelpi hudrash, qepën që e kam ngrirë në rende, duhet ta lëviz, jo të qëndroj, sepse digjet nga që është tigani shumë i nxehtë dhe tigan të tillë duhet jenë wok ose tigan të gurit më mirë për këtë gatim. Kam frutat e detit, çdo lloj e mundshme frutë deti, tek qepët që unë shtoj direkt tani specin, sepse më duhet diku te 3 minuta ka urdisje. Kam shafran, turmerik, çfarë të doni ju, nëse shafrani është ajo fija e hollë që është, atë mund ta vendosni tek lëngu i mishit. Që të kemi tretjen e duhur. Në çaj ngjyre që jep? Një ngjyrë të artë, tekstuar, të bukur. Sigurisht zbukuron edhe pjesën tjetër të plus që jep super shije. Kam lëngun e domateve. Domatet të cilat kanë kaluar tek grirësja. Oriz, kam oriz kokur gjatë, shumë mirë mund të merrni dhe një oriz që është nuk shplahet orizi. Pra kjo oriz nuk shplahet. As nuk i vendos limon, sepse më duhet të jetë i tillë dhe të krijohet dhe të vishet nga pjesa e niseshës që ka, duhet të vishet, të japi atë shkëlqimin e duhur. Pra është hera e parë që unë them nuk shplajmë orizin, sepse janë vetëm 2-3 gatime që nuk duan shplarjen e orizit. Do të shtoj pakës krip si fillimi mbar i bereqetit. Sa të zbuten, do të shtoj. Do t'i shtojmë orizin. Mas orizi. Ja se i largoj unë të gjitha. Por, nuk duhet verë, nuk është risotto. Nuk është risotto. Në risotto, normalisht, në fillim fare ka urdiset orizi, derisa dy thonjt të kuptojnë brëndësinë që është zbutur zemra. Kurse këtu mua më duhet ta ka urdis, diku tek 5 minuta, pra 2 minuta, 3 minuta është ka urdisja e parë, është e qepës, hudhra, dhe më pas ne shtojmë specin e kuq. Në këtë 3 minutë të plot, ne ka urdisim 5 minuta orizin. Hudrat i lëm të paprera, pra i lëm thelp. Kam shtuar pak krip. Dhe sikurse tek lëngu, kam shtuar shafran, turmerik, çfarë të dëshironi ju, në lëngun e mishit pulës, pra kam dhe mishin e pulës. I shkon shumë mirë me frutat e detit, i shkon goxha edhe sallami. I shkon sallami i thatë. I shkon shumë mirë pula.
Pra, pula shkon goxha mirë tek frutat e detit. E ka urdis për 5 minuta. Do të shtoj. E dim shumë mirë që disa fruta deti, për shembull, nëse ne i zjejmë shumë, forcohen, bëhet llastik. Pra duhet të kenë dhe këto minutazhin e vet. E mirë është gongola, midhja, karkaleci detit, karkaleci gurit, çfarë të gjeni ju në karkaleci gurit është i lirë faktikisht, nuk është i shtrenjtë. Pra ju xhivallët, ju mund të bëni të përdorni ato fruta deti që xhepi juaj është, pra këto janë gjitha të lira faktikisht. Unë kam marrë një vasket vogël, po. Edhe janë të lira. Gjithmonë unë jam munduar që recetat t'i ngre në një kosto që xhepi juaj i mban. Jo xhepi juaj, xhepi një pensionistit i mbaj. Sepse kam një oriz të thjesht, pra jo të kushtueshëm, speca dihet që nuk janë shumë të shtrenjtë, se një spec do marrësh, qepa po prap, domatja është në kohën e vet, ngrirja e perimeve, anvisat të mbani çik koqëlliku, na? Sepse kur i ke me shumicë, edhe i ke lirë duhet të kursejmë, t'i vendosim në ngrirje për t'i shfrytëzuar në periudha të tjera të vitit. Te mishi pulës, mund të keni krah pule, mund të keni kofsha pule, çfarë të doni ju? Mund të keni kockat e pulës që ju kanë ngelur. Po, çdo gjë që sikurse unë që do veproj me kokat e peshkut për të bërë supën. Do të shtoj frutat e detit, sikurse dhe perimet e ngrira. Perime, fruta deti, ngjyra plot. Shtoj salcën dhe deri këtu jam çok gjyzel. Bëj një përzierje tash. Janë të gjitha shijet aty, të gjitha ngjyrat për në i dhënë këtij gatimi me oriz dhe fruta deti, vërtet një shije të veçantë. Edhe bashkë do t'i përmbledhim tani përbërësit oriz me fruta deti, një recet që ju vjen për ditën e sotme, për drekën e sotme. Shifeni pak listën me përbërësit, ju duhet 1 litër lëng pule, pak shafran, një gjysmë luge çaji, po arqe dhe krip, vaj ulliri, një qep e verdh, një gjysmë qepe, gririmët, gjysmë speci kuq, 3 thelpinj hudhër, mund të fshtoni salam të prerë në feta, 600 gram oriz, 400 gram domate të grira, 150 gram bizele, karkaleca të pastruar, midhje, fruta të tjera deti, çfarë të dështoni ju në këtë grup në folëm, që mund t'i zgjidhni sipas mundësive tuaja, dhe pastaj në fund fare do të grim pak majdanos të freskët për ta përmirësuar shijen. Po sigurisht do ta lëm të zjejë tani orizin për të përmirësuar racën. T'japim pak më tepër kolor dhe më tepër ngjyrë, aromë, shije me radhë. Për kolor, vendosni nga gjysmë pomodor. Pomodor. Të pa grirë me dorë. Fillon tani. Të pa grirë, sepse ashtu është akoma dhe më mirë. Nëse ju e keni salcë në pure, atëre Gjesi Albana. Në kalojmë publicitet në ta. Bravo! Do të rikthehemi shumë shpejt, një shkëputje vogël. Ja ku jemi përsëri, një shkëputje vogël na shërbeu për të bërë gati produktet e mëpasme për recetën e radhës, ndërkohë, siç e lam, pasi të zjej pak orizi, do t'i shtojmë edhe majdanoz. Majdanozi shkon nga bimët aromatike, kështu që edhe thyem pak ato aromën e frutave të detit, kombinohet shumë mirë me shijen e tyre, si edhe me sardelet, shohim pak sardelet, në që fazi kemi, janë bërë më krokante, duan edhe pak, vjen njerë shumë e mirë era sardele. Shtoj masën e majdanozit dhe e lë të tillë
të përthithen lëngjët, avash ta shërbim të bëhet. avashme. Dhe në fund fare, unë do t'i vendos një letër alumini, në fund fare. Okej. Opa, e largoj. Të përthithen lëngjët, filluan të dihet që edhe frutat e detit nuk duan në një kohë të konsiderueshme për të bërë gati. Aq më tepër kur ato janë të freskëta. Dhe e lënë në proces Të jetë me avujt e vetë. termik. Në furr e vendos, sepse mua më duhet. O, paso do gjani që hapit që këtë luta? Fura është e parangrohur Ja, një nga sekond, sardelet, kështu që po e lëm procesin tjetër të vazhdoj në këtë Atëre, bishtin, që mos a djegim. Ja. E Nuk kanë mbyllim? mbetur dhe shumë minuta për të vazhduar zjerja, kështu që e presim derisa Pra mbyll të jetë gati. furrën, e mbyll, dhe Ja dhe orizi me fruta deti me perime, lëngjët janë përthithur, orizi ka zier, ngjyrat janë ruajtur, kështu që është një pjatë speciale sot. I shohim pak edhe një herë për avisat që s'na kanë ndjekur dot në pjesën e parë, se si dhe çfarë ka përbërës të tjerë. Kjo recetë që ju po shihni tani më të përfunduar. Ne kemi mbajtur me një emër shumë popullor, të thjesht oriz me perime dhe fruta deti, por si ishte ai emri tjetër që paella? paella dhe ne Paella? themi paella. Po, paella. Paella në atë termin e vetë të recetave, siç mund ta gjeni në restorante të ndryshme apo jashtë ku keni qenë, së bashku lexojmë edhe një herë përbërësit regjia për t'ja përmbledhur edhe një herë avisave tona. Pra do të keni orizin patjetër që ta zjeni, do ta shpëlani më përpara, e vetmja herë që ne kemi sjell të mos e shpëlajmë dhe ju lutem nëse e keni mundësi, regjia e nxjerr recetën në ekran. Merrini përbërësit dhe ndërkohë ju mund të na telefononi që të bisedojmë pak për recetat tuaja të ditës. Atëherë. Si duket ka zier orizin, besoj, është mirë me ngjyrat më pëlqejnë, sepse Ja. nuk janë tjetërsuar, frutat e detit patjetër që janë zier. Dhe duket një recetë shumë e Pra mirë. shiko, Ka dhe perime, ka çfarë dhe do lloj frutat e detit. orizi? Pra orizi nuk është se e ka marrë një specifik, çfarë do lloj orizi mjafton që ju të ndiqni hap pas hapi dhe sekreti ku është? Sekreti është që ju të ndiqni gramaturat hap pas hapi. Pra, dhe jam shumë e sigurt, në gramaturat që jap nuk mund të dështoni. Në këshillat që jap, jam e sigurt dhe kur thonë vëdorë në zjarë për këshillat e mia. Për më tutje që mua nuk më merë, pastaj nuk më merë. Janë të tjerët që janë të licencuar për këtë gjë për ta Mirë, thënë. secili ka mbulon një fushë të caktuar. Pa.